Selam aleikum të nderuar teleshikuesët e VTU-s. Ju përshëndes përzemërsisht. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, një muaj i mëshirës, faljes dhe begatisë. Ramazani na fton drejt për kushtimet, solidaritetin dhe afrimin me njëri tjetrin, duke forcuar besimin, durimin dhe mirësinë në zemrat tona. Këtu në studio kemi fëmijë me mosha të ndryshme dhe emisioni ka shumë atmosferë të bukur, emisioni më shumë të dhe zbukurojnë fëmijët dhe pa tjetër do të fillojnë. Selam aleikum Inaja. Aleikum selam. Si ndihesh në Ramazan? Mirë. Kur ndizen dritat në përvene, si ndihesh? Bukur. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Një sura. Mund të fillosh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mashallah. Vazhdo me shokun tjetër. Selam aleikum Adian. Aleikum selam. Si ndihesh në tryezën e iftarit? Shumë mirë. Pse? Pse hom me iftarin bashkë me familje. Çfarë të pëlqen më shumë ti tek Ramazani? Më pëlqen më shku me babën në xhami bashkë. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Unë ka gatitur një han edhe një xhami. A ke më ndonjë gjë? Po. Mund të fillosh? Surën. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mashallah, vazhdo me vajzën tjetër. Selam aleikum Inaja. Aleikum selam. Si ndihesh në Ramazan? Shumë e bukur. A të pëlqen Ramazani? Po. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Një sure. Mund të fillosh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atin fi dunya hasenatin ve qina adhaban rabbana kfili velil validayya velil munime yawma yakumul hisab. Mashallah, vazhdo me shoqen tjetër. Selam aleikum Asja. Selam aleikum. Si po kalon ti Ramazanin? Shumë bukur pa kalaj. A agjeron? Pa. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Unë sot ju kam përgatitur surën Humezah dhe ju kam përgatitur disa dhurata që do t'ju shpërndaj në mbarim. Mund të fillosh me surën? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Mashallah, vazhdo me sënin tjetër. Selam aleikum. Wa alaikum selam. Si ndihesh ti në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit? Unë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit ndihem shumë mirë. Kur ndizen dritat dhe zbukurohen vendet, si ndihesh? Gëzohem shumë.
Çfarë ke përgatitur për nesër? Unë sot kam përgatitur një ilahi. Mund të fillosh? Po. Ndërmjet 12 muajve, ti shkëlqen si diellin qell, ti e gëzon çdo musliman, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Ti e gëzon çdo musliman, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Mirë se vjen për botën bardh, Zotit ka madhrun Kur'an, që një vit të pres me ardh, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Që një vit të pres me ardh, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Në akşam sa gëzimi madh, shtrohet sofra për iftar, muezini thret ezan, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Muezini thret ezan, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. E ke një natë shumë me vlerë, është sa 1000 muaj tjerë, lumë që të pritë muji madh, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Lumë që të pritë muji madh, hej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Mashallah, a ke dhe një gjatë të shtosh? Po, Çfarë do të shtosh? kam harruar që do t'ju tregoj se ju kam pruar një dhuratë. Tash do t'i shpërndajmë dhuratat së bashku. Mirë, rregullisht. Por, në fund, para se i shpërndam, çfarë urimi do t'i napim të gjithë teleshikuesve të televizionit të UTA? Agjerim të lehtë. Mund të fillon t'i shpërndajmë dhuratat. Ti i shpërndan çfarë ke përgatitur ti, e unë i ndihmoj Asjas. Mirë. A mund të na shpjegosh se çfarë ke përgatitur ti, se çfarë ndodh aty brenda? Po. Unë jo kam dërguar disa libra. Kemi libren të gjithë emrat të bukur të Allahut, kemi
kemi librin Dëshiroj të pëndohem, por kemi librin Për ty që s'falash dhe Një zë që thërret. Kemi edhe këto fletëza që ju tregon si të merrni avdes dhe si të faleni. A mund të na tregosh se si duken librat? Që? Njëra, tjetra, edhe kjo. Mashallah. Po, ne pja mikrofone shoqas. Po, a mund ti të na shpjegosh se çfarë ke përgatitur? Unë ju kam përgatitur hurma, i kam njërë në çokoladë ju kam përgatitur një çokoladë. Po, a mund ti tregosh kamerës të teleshikuesve se si duka? Po që, hurmat edhe çokoladat. Bravo. Mashallah. Këto ishin surprizat tona. Çfarë do t'i themi ne teleshikuesve? Selam aleikum.